Okej, tashmë u rikthym në studio Artan, po e filloj me ty. Tekstualisht fjalët e Labit ishin ai që e shon produksionin. Çka mund të themi me ti mo? Mund të themi shumë mirë. Shumë mirë e tha dhe Kestrinit që ndoshta këto dështimet e tyre nuk po munden me i pranue dhe e kanë me patjetër me i gjujtë dikush tjetër. Ti e di shumë mirë sepse ke qenë edhe në Big Branda. Kështu që jam shumë kurioze me dëgju. Spari ju përgëzoj edhe Vlorianë dhe Gjenetën për analizat e thokta që i bojnë zakonisht për emisionin Big Talk, po ashtu edhe ty djelës për një super moderim. Faleminderit. Që me thonë drejtën, zakonisht kur në çdo garë, kur hub dikush mënohet gjithmonë mjalon fajin dikuj, në këtë rast produksionin. Asën se kom fitu vendin e parë, po unë kom kalu te për mirë, edhe e kom thonë shpesh, edhe thonë gjithmonë, jam shumë falenderus ndaj produksionit. Kështu që nuk është nevoja me interpretu edhe me jep një urrejtje me nxjerrat anën tane të dopt. Labi në fillim ka hi me strategji, mirë po gjatë rrugës nuk i ka ndalë kalkulimet që i ka bo. Kështu që Big Brother është format që sfidosh në nerva, edhe nëse është ma mirë me thonë një maraton. Nëse në maraton ti në fillim jep fort, atëherë në kilometrat e radhës dikur lodhesh edhe fillon me radhë. Me thonë, do shmunu me majt një tempo, për me mujt me pas një farë qëndrushmërie. Edhe në këtë rast, qysh me thonë, tash pati disa debate ku u mundu me mishe me shpirt me kalu qatë test, mirë po nuk mujti. Kështu që normal që tani kur nuk mundesh janë isë me lshu edhe... A e shikove si vendim të drejt, mund të themi vendimin e publikut që e nëzorën jashtë? Mendoj që edhe është dash bile dhe ma herët me ndodhë kjo. Se seriozisht pa marrë parasysh. Do të me pas shumë kujdes të madhë kur je në media, sidomos 24 orë, edhe ndaj femra me përdor një gjuhë denigruese, ofenduese, nuk është as pak ferë. Kështu që mendoj që ka qenë edhe vendim i vëndshëm. Lorian? Po, qa botë? Qka ju dy? Jo, kem diçka jashta... E këta ju në kokën ju dy diçka... Qa menove, abedin edhe na i kena dëgjana tonat. Nëse këlem të labje. Po, për Zarfin e Zi. Mendon që ishte vendim i dur nga publikut, më temi ajo gjua denigruese, ofenduese që e ka bo kundrejt komplet shpis. Aj Zarf i Zi nuk është dasht mi dhonë edhe një mundësi. Do me thonë produksioni, ka shku deri në qatë pikë, sa u munu me mish e me shpirt, me rujt labin, mos me mëri në qatë pikë. Do me thonë, aj Zarf i Zi, o dash në 2 natës me himrana, edhe mi thonë, djali mirë, mledhe plashkat, ecë për shpjes e ti nuk je për televizor. Ti mund është me kënu, po absolut kur me folë. Se është një për aty në njerëzve që është i dhonshëm, është një për aty në njerëzve që është ofendus, është një për aty në njerëzve që ka rajt edhe ka harru ranën e vetë edhe u këthy prap në një rënë tjetër. Do me thonë, është një për aty në njerëzve i pa definum. Do me thonë, unë nuk muj me thonë që në asë një moment sa u konë labi më rana shpisë së bigut, nuk muj me thonë që e kom këqyrë me qef labin. Tash, qaj lab që prom, dull, edhe shoku i vetë i ngushti, do me thonë, i ngushti, ose i miri, qysh do hini stresi. Stresi hini edhe, u kom vetë pjesë e bigut, edhe i dha mesazh publikisht që o djallë nalu se nuk je kërka. Edhe ti po qosh prap, me sabap e janis me statuse, vallaj, këti njeri nuk mundet miran fije. Këti njeri nuk mundet miran fije, veç i shala i ka met, e ta shëtutje din qka të bo, që mos me hup qatë karierë që ka kriju mrena bigut, se para bigut nuk di që atë thamë. Gjenita, mund të themi që vëllai madh, mund të themi produksion,